praktikuar situar disa ditë të testimit para prak në 110 në Tiranë ku zhvillohet votimi elektronik, por edhe në Vorë në disa pika të ndryshme. Si duket njerëzit ndoshta nuk e kanë praktikuar ose nuk e kanë testuar paraprakisht që ta lehtësojnë procedurën edhe që t'jenë edhe pse në fakt është thënë, është deklaruar se gjitha testet janë bërë të fundit, gjithsesi nuk mund të shmangen problematika. Gjithmonë, teksa jemi me koment në studio, shohim pamjet e drejt për drejta nga qendra e votimit në Surrel, zoti Rama i drejtojt kutisë së votimit tani për të hedhur votën e tij bashkë me bashkëshorten. E ndjekim pak momente? O mando të jo më mando në Mirë, ka qenë një qytetare para zotit Rama që ka votuar, ndërkohë që tani shohim Linda Rama, bashkëshorten e kryeministrit që hedh votën. Kryeministri është ende në